Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë lajmet më të fundit jashtë shtëpisë së Big Brotherit me ju. Jos Marku, tashmë i njohur për të gjithë shqiptarët, njëherë si banori Big Brother VIP Albania, por edhe për incidentin që ndodhi me banorin tjetër të shtëpisë Gjestin, ditën e djeshme, ka qarkulluar një video ku Josi shfaqet me disa persona të tjerë duke bërë një grusht e quajtur si kërcënim për Gjestin. Kjo nuk ishte e citueshme në asnjë pjesë të videos ku Josi kërcënon të Gjestin, po do me thënë videoja nga ku postua u quajt kështu. Këngëtari Jos Marku ka rikthyer vëmendjen e rrjeteve sociale. Këtë herë me një video të re që është bërë virale brenda pak orësh. Në pamjet e shpërndara i shihet në një ambient në Tiranë, i rrethuar nga miq, teksa përshëndet kamerën dhe ngre dorën lart në formën e një grushti. Ky veprim ka ngjallur reagime të shumta në rrjet me shumë djegës që janë shprehur të zhgënjyer nga kjo paraqitje. Komentet e fansave janë të ndara, por një pjesë e madhe e tyre nuk e kanë pritur mirë këtë gest, duke konsideruar të pavend, veçanërisht në këtë moment kur figura e këngëtarit ndodhet në vëzhgimin publik. Jos Marku është një nga emrat më të përfolur të këtyre ditëve në mediat ros, pas incidentit të bujshëm që ndodhi gjatë gjysmëfinales së Big Brother VIP Albania 4, ku ai ushtroi dhunë fizike ndaj banorit finalist i Gjestit gjatë një transmetimi live. Pas atij incidenti, reagimet kanë qenë të forta si nga publiku ashtu edhe nga personazhe të njohur, ndërkohë që sjellja e tij vazhdon të komentohet gjërësisht. Videoja e fundit vetëm sa ka shtuar zërat kritik, duke rikthyer debatet mbi qëndrimin dhe imazhin publik të artistit. Do me thënë, ditën e djeshme është bërë publike një video ku Josi duket me ca shok të tij në Tiranë duke festuar dhe duke ngrer nga një gotë për qefin e tyre, dhe në fakt po bëjnë në një lloj boksi të këtill, është ky stili që po e bën Josi në videon që është publikuar. Josi është i veshur me një maicë të zezë, me një kapuç të zi dhe është i rrethuar nga 5 apo 6 miq të tij të afërt. Kjo nuk kupton që Josi ka dalë në qytet, do me thënë vazhdon i lumtur edhe i kënaqur, vazhdon i gëzuar, do të shohim se si do merr kjo gjë, edhe pse Josi vazhdon të jetë në një padi penale të hapur për rastin e Gjestit, por nga informacionet që ne kemi dhe nga ajo që ndodhi, do me thënë Gjesti e ka mbyllur këtë histori, nuk është se merret dhe vazhdon më me Josin. Gjithashtu edhe Loredana nuk e la të kuptueshme më që do të ketë një marrëdhënie me Jos Markun të vazhdueshme në ditët në vazhdim.